Shiko, unë mendoj se këta që janë në pushtet ja bëjnë gropë njëri tjetrit dhe vetes tyre. Pra, e keni ose më mirë e mbani mend një fjali që ju kam thënë vazhdimisht, kush është ai që i bën vetë gropës vetën duke fut veten në burg. Pra, ti e fut veten në burg ndonjëherë ku ke një problem kaq shumë të rënd se sa nuk ke më kujt ti kërkosh diçka, dhe ata në pushtet dhe madje mund të kërkojnë gjithçka. Edhe ata çfarë bëjnë? Fusin veten e tyre në burg në momentin më të rrezikshëm për zhvillimin dhe vazhdimsinë e karrierës së tyre. Unë mendoj se burgu ose më mirë ikja nga politika do të inskenohet kaq shumë bukur, gjithmonë edhe me disa lajme, disa do thoja artikuj në gazetat të prestigjioze dhe të famshme botërore, që do të jenë kundër zonjës Balluku, kështu e mendoj, kështu është plani që është manuali i shumë hershëm që ndodh në Shqipëri, dhe ajo që unë mendoj që zonja Balluku në rast se do të goditet juridikisht dhe politikisht, po unë mendoj fillimisht do goditet vetëm politikisht, dhe ju duhet ta dini që politikisht do goditet patjetër se duhet të goditet politikisht, se pastaj e vjen ana juridike. Por tek zonja Balluku mund ndodhi edhe kjo që në momentin aty ku do të plasë aksidenti do të goditet juridikisht direkt, sepse duhet të mbulohet diçka tjetër politike që është në mes. Mendoj se ajo do të ketë një pasiguri tek qëndrueshmëria e saj në politikë, dhe aty do t'ia shkaktoj dikush që është brenda llojit dhe dikush që ka informacione brenda llojit dhe asnjëherë jashtë kalas që themi. Prandaj zonja Balluku armikun e ka rreth vetes, e ka rreth oborrit, dhe kurse si nuk e ka as nga mua, as nga ty, as nga një qytetar i thjesht, po vetë kanë kanosur të veten, vetë kanë shtruar rrugën dhe vetë do të lulëzojnë në gjemat e asaj çfarë kanë shtruar vetë, sepse më lejo të them edhe diçka të fundit për këta të cilët përfundojnë në këtë drejtë politike, se vetë kanë zgjedhur, nuk janë se marrin njerëz të cilët kanë një reputacion dhe kanë një mendim kritik. Pra, ne bëjmë një kritik ndaj qeverisë, po nuk e shajmë, se shqiptari thotë, që ka kundër Edi Ramës, ti shan Edi Ramës ose shan Balluku. Jo, nuk është kjo. Ne japim një mendim kritik, pra ajo që shikojmë ne nga jashtë, ja shikojmë atyre çfarë ndodh brenda dhe i themi diçka ndryshe, që ato duhet kujdesin, që do të thotë ne nuk po i dalim në mbrojtje, por ajo që themi ne është kjo, që këta për shkak se nënvlerësojnë çdo kritikë dhe e konsiderojnë ose e konvertojnë si sharje, normalisht e marrin në emocion. Ndërsa po të ishin të zgjuar dhe të mirë, duhet rreth vetes të zhdukin servilat, sepse ata të cilët do t'i bëjnë edhe do i kanosin gropën këtyre që janë në pushtet, i quhen servilet që i kanë rreth vetes, sepse në rast se unë do t'i thoja zonjës Balluku mos e bë këtë veprim, sepse 1, 2, 3, 4 gjëra janë përpara, normalisht unë nuk do t'isha pjesë e stafit. Pse? Sepse thoshte çfarë thot ky më hiqe në çape këta më në çau kokën. Pra, nuk do isha, ndërsa ajo çfarë do? Çfarë thot pranohet, aprovohet. Pse? Se ashtu e kanë shtruar vetë Arafin. Kështu e shtroi edhe Erion Veliaj dhe e pat si ndodhi. Prandaj them që zonja Balluku dhe të tjerë që janë brenda e kanë nga vetja e tyre dhe kanë dhe nga oborri dhe nga rrethi i tyre, të cilët janë të shoqëruar me servil. Kush mund të jenë ata emra që mund të lihen jashtë dhe mund t'i hidhen për ushqim pra sistemit të drejtësisë? Shiko, unë do të them ty, jo emra, sepse e thash edhe bëra një analizë më përpara, por unë do të them ty që atë që unë mendoj për çdo person që do të jetë në kabinetin qeveritar të Ramës pas 12 shtatorit në vazhdim derisa të mbarojë mandati i zakonshëm apo i parakoshëm, kujdes këtu këtë të fundit, mendoj se do të prodhoj burgaxhi dhe të pandehur. Tani burgaxhi janë sepse kanë qenë dikur me probleme drejtësisë, nuk e di, kjo mbetet për të parë, të pandehur e sigurt sepse do të abuzojnë duke uniformosur gjëra të cilët nuk janë në dakordsi në kuadrin ligjor, sepse do të bien ndesh me
çdo dispozitë e cila kërkon procedurë dhe normalisht zoti Rama është parë her pas here që thotë nuk më intereson procedura sepse unë dua të bëj gjithçka në çdo moment. Këto të dyja do të provoj pra formimin e qeverisë, mos u merrni me emra sepse emrat janë asgjë tjetër veç zoti Rama. Pra, në rast se do të kishim një kabinet qeveritar që do të prodhonte leadership, do të prodhonte politikanë, do të prodhonte figura të reja, të cilët do të kishin një impakt brenda Partisë Socialiste. Partia Socialiste pas 2017-s ka vdekur politikisht në krijimin e leadershipve dhe të krijimit të frymës së Partisë Socialiste. Pra që do të thotë, pas ikjes së zotit Rama nuk ekziston figura në Partinë Socialiste. E di që do thotë kjo është vakum brenda një partie politike historike siç është Partia Socialiste. Ana pëlqen, ka qenë parti komuniste dhe pastaj socialiste, është parti historike, ka një vakum të rënd dhe të theksuar, sepse të gjithë të vjetrit kanë ikur dhe Rama ikën nesër, kush vjen është në mungesë, jo si puna e Partisë Demokratike që ato edhe përçajnë edhe bashkohen në fund fare dhe i gjen rrugën. Pra ka njerëz që mund të shkojnë në vendin e zotit Berisha, ndërsa tek Rama është më rrezikshme se me ikje nga pushteti, ikje e parave, ikën edhe shkërmoqet dhe partia nga leadership. Pra nuk do jetë përçar. Prandaj mos e shikon figurat kush do të jenë. Ministër drejtësie Edi Rama, ministër bujqësie Edi Rama, ministër transporti Edi Rama, ministër turizmi Edi Rama, ministër kulture Edi Rama. Emrat e tjera si merrni kod, se janë plotësues. Pra, do firmosin në porosi dhe në mungesë. Pra, kryetari i gjykatës kushtetuese Edi Rama, kryetari i gjykatës lartë Edi Rama, kryetari, mos qesh ju lutem, edhe unë vetë po e përmbahem, po ju lutem, këto janë të vërteta. Do të shikoni. Tani vetëm ta shpallim mbret, prandaj. Nuk edhe një herë. Ne që i besojmë kushtetutës, ose ata që i besojnë, dhe din që një moment ndalon pushteti, sepse edhe otomanët ndaluan, edhe Hitleri e pa se iku, mbret iku. Pa i di ku iku, si iku, po iku. Pra, iku. Ta në qa bëri iku. Por e vërteta e pat përfundimin e ti. Prandaj unë du ju them që Edi Rama, kryetari gjykatës lartë, Edi Rama, kryetari KLP-s, Edi Rama, kryetari Këshillit të lartë gjyqësor, Edi Rama, ambasador në gjithë vendet të Shqipëria përfaqësohet, Edi Rama, presidenti i Republikës. Tani nuk mund të them çfarë numësh pozicionesh kanë, por pozicione quhen ato. Thjesht vendos njërin në një karrike, firmos në porosi dhe në mungesë. Kaq. Po sa i përket radhëve të Partisë Demokratike ose besnik të Berishës, a pritet ti tërheqet Edi Rama ndonjë prej tyre? Sepse në rang drejtorësh i ka bërë disa. Tani të them vërtetën, kush don të shkojë tani në pushtet sepse ka ngel gjithë ato vite në opozitë, normalisht është një zgjedhje individuale, tani mund ta paragjykoj këtë, por normalisht kush është servil, normalisht do serviloset mbas pushtetit sepse humbi në 11 maj ashtu siç ka humbur. Tani janë vjedhur, si janë vjedhur është punë tjetër, do futem në këtë analizë, se kemi thënë disa herë. Kush është servil, normalisht do serviloset ndaj pushtetit të cilët e ka shar. Tani do më thuash ti mua që po të ty një ofertë që do bësh, unë të them vërtetën, unë nuk do ta pranoja. Pse nuk do ta pranoja? Nuk do ta pranoja? Sepse unë nuk bëj dot pakt me diçka që e kam kundërshtuar dhe kam folur kundër ti me aspektin kritik dhe kam thënë diçka që është e vërtet. Në rast se pala më vjen edhe më thotë që kjo që tu të ofroj është kjo dhe ti duhet ndryshosh, unë duhet të them fal, ti më ofron këtë, po unë nuk duhet të ndryshoj mendimin ndaj teje, sepse ky është mendimi ndaj teje, dhe sigurt ju mendoni se Rama do pranonte mua. Prandaj them, ai që do të servil do thoj patjetër po, dhe normalisht ju do të shikoni njerëz të cilët kanë qenë të PD-ja, kanë qenë, dhe ajo që ju do të shikoni është që do jenë njerëz të cilët kanë qenë fanatikë, e kupton? Me Bashën, me Berishën, e kupton? Flisjet i kundër PD-s, atë kishte gati me hëngër gjallë. Këta njerëz ju shikoni brapa Edi Ramës. Mani me disa që dilshin në televizor kush me Bashën, ndryshon shkën nga Medium nga Bashën, fanatik, ty të flisin kundër PD-s, ti Edi Rama, shërbëtor Edi Ramës. Si pazari i Roskovecit, domethënë. Po, i keni parë dhe i shikoni që ku janë sot pranë Edi Ramës.
kur flitshim ne të bënim kritikë, ti maskaraja Edi Ramos, e shetur Edi Ramos, e kupton?